s'ka din sa afatit. Ku e din kur kime vdek? Del mëngjes, a din që kthehesh? Pa me çfarë bazë, me çfarë siguri e shtyn ti pendimin, e shtyn kthimin, e shtyn namazin, e shtyn largimin nga harami, e shtyn mbulesën, mbi çfarë baze, me çfarë guximi? Ku e ke sigurinë për këtë? Nëse kuptojnë emnat El Halim, e dojmë Allahun xhalla xhelalu. Dhe nxitojmë u pendu. Dhe nxitojmë këtë tek Allahu te bartola. Ka sa Allahu xhalla xhelalu ne jap afate. Te kur e shet qysh Allahu xhelalu jap afat një mëkatari thush, Allah, sa i duruar shumë je. O Allah, sa i buti, o Allah, sa i mirë je. Dhe kjo të kthen ka vetja jote. Po adhon jam një farllë zullumçari. E adhon jam një farllë padrejti që bëj padrejsi. Spaku ka shi vetvetes. Dhe prapë Allahu më trajton me butësi e mirësi. Ai mos u merr me të tjerët. Merr mësim nga të tjerët. Por ktheu ka vetvetja thush. E ti si ke reaguar në port me emrin e Allahut El Halim? A ke nxituar të pendohesh? A ke shpejtuar të pendohesh? A ke respektu butësinë e Allahut ndaj teje? A ke qenë mirënjohës sa duhet kaq kësaj butësie dhe kësaj përgdhelje hyjnore, këtij trajtimi kaq me kujdes kaq i teje? Që mos me dënu për çdo mëkat e shëm që bëjmë. Mos me të shkatërru për çdo neglizhencë apo krim që e bëjmë. Andaj në ashtu dashuria, të respektojmë butësinë e Allahut te barekuta, të nxitojmë ka punë të mirë